Zotrim Sylla, i cili është këtu në studio. Zotrim Sylla, kënaqësimet pas në Kosova Today. Ju faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Unë kroni ndjes, po desha ta nis me lejotrimin për t'ia thënë dy fjalë, se në fakt të kam parë duke bërë punën prej mbrojtësi, por jo vetëm në kuptimin profesional të saj, por në kuptimin thuajse i përket familjes të ndjerës, që e ke mision privat, për te profesional, por e ke dhe mision kështu njerëzor për ta quar përpara këtë çështje në fund, dhe komplimenti fillimisht për punën që po e bën. Faleminderit për komplimentet, po tentoj me bëj çdo herë. Nuk e prita këtë kompliment të drejtën. Po e di që se pritet, sepse nuk dha shenja për një gjë të tillë, por të kemi folur shpesh, sidomos unë e kujtoj një nga paraqitjet tuaja në mes të sallës, kur ke qenë i ftohtë në kuptimin profesional për të paraqitur faktet një nga një, dhe unë e pash që edhe ju, edhe Leonardi, pra vllau i të ndjerës, ishit shumë shqetësuar në seancën e fundit për faktin se kishte gjëra që nuk ju pëlqyen, qysh nga provat të cilat ju i posëdoni edhe të tjerët për të njëjtat nuk u shfaqën në gjykatë. Çfarë ndodhi në seancën e fundit saktësisht? Në fakt, pra, ashtu siç e thatë edhe ju, ishte seanca e shqyrtimit kryesor ku u elaborun provat materiale, gjithsesi videoingjizimet, cilat i kishte nxjerrë prokuroria më herët me urdhëresë qoftë vetën qoftë gjykatës për t'i elaboruar. Gjitha këto prova ju kanë dhënë gjitha palëve. Këto videoingjizime kanë qenë disponim konform kodit procedurës penale që nga koha kur është ngrita këtë akuza dhe janë ndërzuar gjitha këto prova. Por gjatë elaborimit nga ana e prokurorisë ishte diçka shqetësuese për shkak se nuk u elaboruan gjitha videot, të cilat ishin disponim të palëve. Gjithsesi nuk u elaboruan disa prova që janë nxjerrën nga hoteli Swiss Diamond në Prishtinë, e ku shihet qartë duke hyrë Naim Murseli me kushtrim kokalla në hotel, duke mbajtur për krahu kushtrim kokalla, ikin nga fushpamja e kamerave për një moment. Pse e din ku janë kamerat? Me shumë mundësi, dhe atë them me siguri të plotë për shkak se edhe gjatë hyrjes në Swiss Diamond, Naim Murseli e fsheh kokën me kapel. Domethënë e din shumë mirë ku ka kamera, e din shumë mirë ku të qëndroj, dhe nuk e di mas arsyen se pse e fsheh kokën. Por ikin nga fushpamja derisa bëhet pagesa e dhomës dhe merret kartela nga Valon Luka për t'ia dhënë të njëjtëve. Kur ngjiten për të hyrë në dhomë, shihet nga kati ku gjendet dhoma, edhe pamja, domethënë merret nga kamera ku hyn në dhomë. Ajo pamje duke hyrë në dhomë fillimisht Valon Luka, pastaj Naim Murseli pa kapele në kokë dhe kushtrim kokalla pastaj, domethënë në gjykatë nuk u shfaq fare. Dhe ne kishim kërkesë që kjo të shfaqet. Arsyeja është e qartë se si të vërtetohet për te dyshimit bazuar mirë vepra penale nga kushtrim kokalla. Po, kishte ndonjë arsye pse s'u shfaq? Ne nuk e kuptojmë. Prokuroria tha që nuk ka nevojë të shfaqet, ne thamë që ka nevojë. Madje edhe nevojën për shfaqje e dha më vonë vetë mbrojtësi kushtrim kokallës, ku kontestoi dhënien e ndonjë paraje në recepcion nga ana e kushtrimit, duke pretenduar që nuk e ka bërë pagesën e dhomës kushtrimit, po ne nuk kishim aty pikën e argumentimit. Kushtrim kokalla më vonë zbret nga dhoma, vjen në recepcion dhe paguan lën një shumë parash të recepcionisti, që me shumë mundësi lën pagesë për bukën cilën e kishin porosit përmes ndonjë delivery diku në Prishtinë, po që thotë që i tregon kartelën e dhomës recepcionistit dhe tenton dal jashtë, po me shumë mundësi merren vesh që ata do ta sjellin këtu bukën, kështu që lej parat këtu. Pra, zotri Sylla, gjitha këto mbeten pa u shfaq dhe ne nuk e kuptuam pse. Dhe çfarë ju bëjnë të mendoni këtu? Apo mbyllet një sy prej ndonjërin, sepse ashtu e kuptoj formën se si po e ndërton një kronologjinë e arsyetimit. Ky është shqetësimi im si përfaqësues i palës dëmtuar dhe ky ishte shqetësimi edhe i Leonardit. Pra, ju shqetësoheni që kushtrim kokalla nuk po trajtohet në dispozitat ligjore që është dashur. Nuk kemi ndonjë provë materiale për një diçka të tillë, por ne kemi një shqetësim të tillë për shkak se fundja kur nxjerret një akt gjykim, akt gjykimi duhet bazohet në prova. Dhe ato prova duhet jenë trajtuar veç e veç, pastaj të lidhen në tërësi. Dhe nëse për kushtrim kokallën ishte elaboruar vetëm një provë ku shihet kushtrim kokalla, gjithsesi kur kushtrim kokalla shkon në shtëpinë e Naimit ditën e nesërme për ta marrë veturën e Naimit. Madje dhe nuk merren pjesë ato të notës kritike? Jo. Okej. Dhe madje edhe ajo video kur merret vetura e Naim Murselit nga kushtrim kokalla,
nuk u elaboru në tërësi ajo pjesë, për shkak se nuk është që veç vjen dhe e merr veturën. Po, nuk kam pas ndonjë eksperiencë në gjykata, shqyqër, por çështja është kjo. Ku mund të ketë qenë, kush i kontrollon materialet të cilat shfaqen aty, kush i kërkon materialet dhe kush e bën administrimin, pra prek play në momentin që do të në kohën që e kërkon gjykatësia apo pala mbrojtëse apo akuzuese. Elaborimi i secilës provë bëhet në bazë të kërkesave të palës që po e elaboron. Në rastin konkret, ishte elaborimi nga ana e prokurorisë. Dhe prokuroria ka të drejtën që personit që merret me çështje teknike të gjykatës, ti kërkoj sekond për sekond, minut për minut, orë për orë. Pra ato që u shfaqen e pas ka kërku prokuroria. Dhe për mua ishte shqetësuese sepse prokuroria e la atë video të kaloj kështu dhe trajtohet veç kalimthi çështja e shkurjes në shtëpinë Naim Morselit të Kushtrim Kokallës. Sindikon ky në përfshirjen e këtij të fundit edhe në dënimin që do ta merr ky. Dhe edhe një çështje shumë e rëndësishme, sepse mos po na humb kështu kronologjia, nuk falje, ju mbajeni kronologji. Vetëm një çështje pastaj mund të kalojmë edhe në tema tjera. Po, Kushtrim Kokalla kur zbret nga vetura që e sjell deri te shtëpia, që me shumë mundësi ishte vetura e shoferit të Valën Llukës, sepse ashtu rrjedh nga prova tjera materiale, ku Valën Lluka i kishte thënë që mund t'i ndihmonte në çështje të tjera, kështu teknike, e keni në dispozicion shoferin tim, s'kam shumë kohë të merrem me ju, sepse jam i angazhuar në punë tjera, dhe me shumë mundësi ai shoferi i Valën Llukës e sjell kushtrimin deri te shtëpia, por kushtrimi nuk është që veç e merr veturën. Kushtrimi hyn në veturën, Range Rover të Naim Morselit, del nga vetura dhe hyn në shtëpi. Pra, një ditë pas vrasjes, qëndron për një kohë në shtëpi, nuk dim, a merr diçka në veturë, lën në shtëpi, a hyn në veturë, a merr në shtëpi, lën në veturë. Ne nuk e dim çfarë instruksioni i ka dhënë Naim Morseli, por që ka shku me instruksionet të Naim Morselit e kemi sigurt, dhe çka bën në shtëpi të Naim Morseli, nuk u trajtu fare në gjykatë. Domethënë ajo pjesë as që u përmend. Domethënë që hyn në veturë, pastaj hyn në shtëpi, del nga shtëpia dhe hyn prapë në nesërme. Ditën e nesërme. Okej. Dhe ishte videoja vetëm që shfaqet Kushtrim Kokalla. Pra, nëse hekim atë pjesën ku shfaqet në Swiss Diamond, domethënë ishte vetëm një provë materiale që u elaboruan lidhje me Kushtrim Kokalla. Nëse hekën këto video, apo nuk kërkohen, po themi nuk kërkohen, s'po themi hekën, çka do të aludojmë ne si gazetar? Ku do të orientohemi si pikë studimit të kësaj çështje dhe cilat janë pikpyetjet tua si avokat në raport, në komplet raportin që është bërë aty? Kështu, po e them në aspektin procedural dhe po e them në aspektin praktik. Po. Në aspektin procedural, presupozohet që gjykata do të trajtoj secilën provë veç e veç, dhe edhe jashtë shqyrtimit gjyqësor do të shikoj gjitha ato video. Në aspektin praktik a ndodh kjo? Nuk ndodh. Pse? Sepse nuk kanë kohë. Neve na është dashur të shikojmë ato video me ditë të tëra, sepse është material shumë voluminöz. Dhe nëse ato nuk lëshohen atë ditë në seancë, kur do të shikoj trupi gjykues ato? Kur do të ketë mundësinë të takohet trupi gjykues për të shikuar ato? Kur jemi tek pamje, ka pas se kemi komentuar të ditën kur ishte seanca, pra ne arritëm dëgjonim zë audio për fat të keq të shtënave dhe të britmave të fëmijëve në udhkryqin kur ka ndodhur ngjarja. Por pse nuk ka audio tek takimi tek pompa e benzinës? A është çështje teknike që nuk është arritur që të nxirret audio nga aty, sepse çka nëse aty është folur përpara? Te cila pompë e benzinës, mendoni? Në një nga prova që janë shfaqur pra në seancën e fundit. Sepse ju mbas se mund të keni parë më shumë pamje dhe nuk e keni qartë, por ne ato që kemi parë, pra një nga ato është tek pompa. E kuptoj. Domethënë, fillimisht është një pompë benzine, pompa benzinës Eko, ku bëhet vetëm dalja e granit plavës nga vetura Seat dhe hyn në veturën Range Rover. Pasi që hyp në veturën në Range Rover, ata vazhdojnë bashkërisht, Naim Morseli me granit plavën, ne nuk e dim nëse një person i tretë apo ka qenë në vetura apo jo, ne e dim vetëm që është vetura Range Rover e Naim Morselit dhe Naim Morselin ta me granit plavën, ku pastaj nga prova tjera, nëse komplementohet kështu elaborimi i provave, dihet që Naim Morseli me granit plavën kanë shku për me ble armën. Domethënë atë kohë. Domethënë dhe lidhet me provën tjetër të deklaratës Tom Dodës, i cili pranon pastaj që po e kanë bler nga unë dhe për cilën e ka pranuar fajsinë. Po, Tom Doda e ka pranuar. Po, e ka pranuar fajsinë, është çështje jo kontestuese për momentin.
Pas blerjes së armës, kthehen dhe kur e shohim pra pse pompa e benzinës ka strati në zajmë të klinës, është mu pompa ku në taku, sepse nëse e shohim nga fshati ku banon zotri Dodaj, është një rrugë shtu e fshatrave që të qetë atje. Se në fakt, nëse nisësh nga Gjakova, duhet dalësh në klinë të udhkryqi i klinës dhe nuk ka lidhje me atë pjesë. Por nga një pjesë e fshatrave, tamam lidhet me atë pjesë. Kështu që, nga pjesa ku takohen në zajmë, aty nuk është që shihet shumë bisedim, sepse atave që janë marrë vesh ma heret. Çka mungon komplet në dosje, është nxjerrja e provave të takimit të parë të Naim Murselit me Granit Plavën në bazë të provave që janë dhënë në bazë deklarate. Pra janë? Nuk janë. Nuk janë fare? Nuk kemi fare. Pra, takimin e pompën Shell në Veternik, që është e përmendur në deklaratat e palëve, Këtë ndodhë. po, janë nxjerr kamerat nga pompa Shell përballë, po jo nga pompa relevante. Se s'ka pasur kamera apo çfarë? Nuk e dim. Domethënë, është nxjerr Shell, pra nuk e di nëse guxoj. Nëse ka qenë një dur njeriu që i ka hequr ato pamja, apo atë kamerat është më pas... Ne nuk kemi pas informacion lidhje me veprimet hetimore një vit. Dhe dalja ime publike në media ka ndodhur në një vjetorin e vrasjes së Liridonës në njërin nga televizionet në Kosovë dhe këtë edhe e them kështu edhe si qasje timen, po edhe si breng, nuk e di nëse kam bërë mirë ose keq. Mos vallë është dashtje më i zëshëm gjatë fazës hetimore, mos vallë është dashtë që të paraqitem para institucione më shpesh. Në fakt, nuk është që s'kemi dërgu edhe emailët ndryshme edhe në prokurori. Dhe çfarë dyshoni se ka ndodhur dhe çfarë shihet aty? Ka po fshihet me atë provë që mund të ketë ekzistuar, po s'ekziston më? Jo, nuk e di, nuk mundem t'ja hedh fajin organeve hetimore. Mund të mos ketë pasur fare, po e marrim në gjitha variantet. Por shpesh herë ndodh edhe për shkak të mbigarkesës që kanë, ose shpesh herë ndodh për shkak se nëse gjejnë provat e mjaftueshme, mjaftohen, pastaj thonë ka provat mjaftueshme për të shpallë fajtor. Kështu që nuk po hym në detaje. Por për ne... A i shpallën fajtor në bazë të gjitha provave, apo të provave të mjaftueshme? Nëse ata pastaj mund të ndryshojnë në vitet që i marrin dënim. Nëse prokuroria pretendon se figura veprës penale është e konsumune, dhe provat materiale janë të mjaftueshme për me shpallë dikë fajtor, për atë vepër penale konform akt akuzës që ata përgatisin, nuk lëshohen në prova më tejme sepse prova... Por për dënim të përjetshëm duhet prova të prera për ta bërë këtë? Konsideroj që në rastin konkret për dënim me burgim të përjetshëm dhe për të jemi bindën për Naim Murselin dhe Granit Plavën është e vërtetuar përtej çdo dyshimi që ekziston në kod procedurës penale. Përtej dyshimit bazuar mirë dhe madje mendoj që është vërtetimi plot dhe i gjendjes faktike edhe tani më. Por mund nxjerr një akt gjykim denus me burgim të përjetshëm. Dhe zotri Sylla kurimi Por jo e njëjta për kushtrim kokalle nëse trajtohet kështu. Po, okej, pra ju po thoni po i pushton dënimit përjetshëm, po e rrezikon. Do dënimi që meriton kushtrim kokalla me këtë trajtim, konsideroj që nuk do ta merr nëse trajtohet kështu. Pra do të merr dënim të lehtësuar, ose po trajtohet në formën që pastaj tipet një dënim më i lehtë. Unë i përkthova edhe diçka tjetër, që ajo që ndodh zakonisht, duke i zbek kështu provat, prokuroria në fund mund të rikualifikoj, ose gjykata mund të rikualifikoj vetë sipas detyrës zyrtare dhe thotë kjo vepër penale nuk është konsumu, përkundër që në akt akuzë është. Gjykata për këtë vepër penale e liron, për këtë vepër penale e dënon. Do të thonë edhe kjo mund të më ndodh. Po, një çështje zotri Sylla personalisht e kam pas një pikpyetje këtu. Çështja e dënimeve me burg të përjetshëm. Çfarë do të thotë një dënim me burg të përjetshëm? Kam dëgjuar në vende të tjera për shembull gjatë 35 vjet, 20 vjet. Po sipas ligjit në Kosovë, një i dënuar me burg të përjetshëm, cili është fati i tij? Çfarë fati e pret? Kjo ne tash i kalojmë prej pjesës së procedurës penale, kalojmë në penalogji. Domethënë, pjesa e ekzekutimit të sanksionit penal është çështje tjetër. Jo, ne veç dashëm me kozgjatja. Po, ju tregoj kështu. Është çështje kështu. Gjatë mbajtjes së dënimit, pastaj varet se sa një dënim është adekuat për atë dënuar. Ka persona të cilët risocializohen, rehabilitohen, tregojnë pendes, tregojnë përmirësim. Pra, sistemi modern i
ekzekutimit sankcione penale ka tendencë që të dënuarin ta kthejnë një person të dobishëm, qoftë brenda burgut, qoftë jashtë. Dhe edhe dënimi me burgim të përjetshëm, i ka ato procedurat konform shkencës së penologjisë, domethënë atë strukturimin apo gradën e lehtësimeve që mund të merr, nga tipi i mbyllur në tip të hapur, nga tipi i hapur në mundësi të gjysmëlirisë, nga gjysmëliria në lirim me kusht. Natyrisht, do doja edhe më shumë kohë të diskutonim për cilën prej pjesëve, këto pamje që po i shohim pra shihet në atë darkën e shkurtër, e cila sipas përshkrimit që bët jo ka zgjatur rreth gjysmë ore, 40 minuta. Ashtu. Sa përsye faqe për të arsyetuar se kemi shku në darkë. Kaq. Ndërkohë që këtu shihet duke bërë një farë sinjalistike për kokallën që kishte pra Granit Plavën, në fakt. Plavën, fal, po. Pra jep një farë shenje Murseli. Po, nuk e dim sinjalistikën se çka ka dashur me tregu, por që e tregon vetëdijen e tij për prezencën e granitit fillimisht, e më vonë ndoshta edhe sipas funksionalizimin e planit përmes sinjalistikave. Dhe gjitha këto pamje i shete Naimi ja kështu, i ftohtë totalisht. Përfshirë këtu edhe nuk kam koment. S'ke koment, s'kemi asnjë. Murseli nuk kam koment. Domethënë, muj veç me thonë, mos qofsha në kurën e tij. Domethënë, sepse nuk e kuptoj. Domethënë, këtë lloj personaliteti unë nuk e kuptoj. Po, e ke vërejt ndonjë ndryshim fizik të tij që nga momenti i parë kur keni parë zotër Sylla deri në... Unë nuk e kam njoft më herët. Nuk e kam njoft vetëm nga fotot apo videot. Më duket se ka humbur peshë. Nuk e di, vetëm se edhe s'kisha dashur me ulshu në aparencën e tij, por që shkurt e shqip, mos qofsha në kurën e tij. Pra edhe njëherë për fund, të gjitha provat janë të qarta, sepse gjithmonë këtu është pyetja, a do të arrijmë, pra edhe ju si ekip mbrojtës, të shfaqni prova të drejtë për të drejtëra në mënyrë që ky person të marrë dënimin e merituar, që në këtë rrethana i merituar i bie një burg i përjetshëm për gjithë të mizori që ka treguar. Duhet me thonë të pjesa e provave që do të propozojmë, edhe që pretendojmë që metodë do të vërtetohet në mënyrë të plotë dhe drejt gjendja faktike për të shpallë fajtor. Shpresojmë që të mos kemi obstruksionin e njëjtë që patëm në seancën e fundit, dhe ishte e çuditshme për ne kur ju dha fjala mbrojtësve për mu deklaru në lidhje me elaborimin e disa provave, gjithsesi të provave nga hoteli Swiss Diamond, e që na u refuzu nga gjykata më vonë, por që kur ju morë mendimin mbrojtjes, mbrojtja në Murselit tha ja lëm në diskrecion gjykatës të vendos lidhe me këtë çështje. Mbrojtësi i Granit Plavës tha ja lëm në diskrecion gjykatës, pasi që paraprakisht prokuroria kishte refuzu. Propozojmë, fakt kundërshtoj që të ekzaminohet, që të elaborohen. Mbrojtja e kushtrim kokallës tha ne qëndrojmë në të njëjtin mendim me prokurorinë. Gabim në të shprehur apo? Të shpresojmë që në seancat e radhës nuk do të kemi kësi lloj koordinimi në mes të mbrojtjes së kushtrim kokallës me prokurorinë. Po mund të ketë qenë ndoshta një gabim të shprehur apo? Të shpresojmë. E tham atë të shpresojmë që nuk kemi diçka të tillë. Megjithëse koincidencat të tilla ndodhin rrallë. Për mua ishte shqetësuese, për Leonardin ishte shqetësuese dhe nuk mundëm me fshej këtë shqetësim. Unë çdo herë tentoj të mbroj pavarësinë e secilit organ shtetëror, tu i përfshihet ata gjyqësor, jo gjyqësor. Shpresoj që ata janë të pavarur, janë të drejtë, të paanshëm, por që nuk është që shohim shkelje apo lëshime nga organet gjatë kryerjes së detyrave tyre. Nuk është që kam përvojë shumë të madhe si avokat. Unë kam 9 vite si avokat. Ka avokat që kanë përvojë shumë të madhe se unë. Por që të shpresojmë që këto kanë qenë vetëm gabime, e jo edhe ajo që ka ne dyshojmë edhe friksohemi. Edhe për fund, dashëm ju pyet për fëmijët. Ku janë ata, ku shikonin për kujdesje, cila është rutina atyre, jetojnë në Kosovë apo në Suedi? Fëmijët jetojnë në Suedi, takohen vazhdimisht me familjen e Liridonës, së ndjerë, ko pas kohë shkojnë për t'i vizitu atje, nuk kanë të drejtë t'i marrin në Kosovë. Është ardhja atyne në Kosovë dhe dhënia e besimit për ata fëmijë, familjes e Liridonës është e lidhur në ngushtë me epilogun e lëndës penale. Përderisa Naim Murseli prezumohet i pafajshëm konform ligjit,
është i vetmi të cilit i takon kujdesi, rujtja dhe edukimi i fëmijëve, që ne shpresojmë me shpalljen e tij fajtor sa më shpejt. Kjo sagë të përfundoj dhe fëmijët t'i dorëzohen familjes së Liridonës, pasi që çdo takim është ngushëllues për ta, po çdo ndarje është shumë e dhënshme. Dhe fakti që nuk jep deklarata më babai në Murselit, zotri Shaban Murselin a lidhet kjo çështje me fëmijët dhe me Nuk kisha dashur me ngarku ma shumë përfshirjen e Shaban Murselit. Sepse ishte i zëshëm pas. E kuptojmë, po ndoshta edhe ai vetë ndihet keq për gjithë këto që ka ndodhur. Nga familja e Liridonës nuk është që kanë pas ndonjë ankesë ndaj Shaban Murselit për kohën sa Liridona ka jetu në familjen e tyre, nuk është që s'ka shpreh dashuri dhe kujdes ndaj Liridonës, por që pas ngjarjes kemi pa disa deklarata kontradiktore nga i njëjti dhe besoj që kjo ka qenë refleksive e secilit prind për fëmijën e vet. Kështu që nuk kisha dashur me fajsu për ato deklarata, por që ingelet institucionet të trajtojnë se a duhet të sillet me forcë apo jo, apo duhet të tërhiqen nga ai si dëshmitar. Ju e shihni të domosdoshme edhe dëshminë e tij si palë mbrojtëse? Jo, konsideroj që ka shpreh ato çka është dashur me shpreh dhe madje edhe si prind lirohet për dhënë dëshmi në rastin konkret, edhe pse dënueshmëria e detyron të jap dëshmi, për shkak se ka një shkallë më të lartë të dënueshmërisë, por që moralisht nuk konsideroj që do të ishte shumë e udhës që të vihet në pankinën e dëshmitarit në këtë rast. Zoti Cyla, faleminderit shumë që ishit këtu, punë të mbarë dhe urojmë shpejt ta kemi në fakt vendimin për dënim të personave pra të përfshirtu në këtë ngjarje që në historinë edhe të Kosovës, rajonit edhe botës madje është një prej ngjarjeve më makabre të ndodhura ndonjëherë. Unë ju falenderoj shumë, konsideroj që rasti i Liridonës, gjithsesi i gjykimit të vrasësve të Liridonës, është rasti i cili duhet të shërbejë si praktik, se si duhet të gjykohet dikush. Ne kemi qenë të zëshëm që dënimin që ja ka dhënë populli në aspektin e vetdijes së përgjithshme të konkretizohet në një akt gjykim të ligjshëm dhe kthimi i besimit në drejtësi të ndodh, por të ndodh praktikisht. Nuk jemi nga ata që kërkojmë të dënohen përtej dyshimit bazuar mirë, apo përtej trajtimit të secilës provë, ashtu siç i takon. Fakti që këto i kërkon një njeri i ligjit, i bën me kredibile kërkesat tuaja, zotri Cyla, shumë faleminderit që është në Kosovë today. Shpresojmë që edhe kjo trup gjykuese ta jap vendimin e duhur për ata që po akuzohen aktualisht. Ishim pra me zotri Leutrim Cylën, është koha të shkëputemi shumë shpejt dhe rikthehemi, flasim për shtëpinë më të famshme në vend, Big Brother VIP Kosova.